Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri. Sot është e hënë dhe tu fol me grupin, mendum që të shkojmë të shohim një film kinema. Atë filmi shqiptar që ka marrë pjesë Aurela Gaçe, besoj se ju ka dalë diku e keni pa. Dhe nga traileri që kemi pa, na ka pëlqyer shumë, na ka bërë me qesh. Edhe tham të shkojmë ta shohim. Jemi mbledh tani, do shkojmë 4 veta o 6 veta, nuk e dim, po 4 është e sigurt i herë, edhe unë do bëhem gati, ora 7:30 gati, po ne kemi lënë të shohim orarin, do të thënë të shohim filmin orarin 9:15. Dhe po bëhem gati, avash, gati, nuk do bëj një gjë kështu se ça. Unë kisha vesh këtë bluzën, këtë e kam shumë qejf se është shumë material i mirë, po nuk e di se me çfarë kam bërë këtu. Unë gjithmonë bëhem pis këtu, kjo zona këtu, po se me çfarë nuk e di. Tash do detyrohem vesh një bluzë tjetër, afërsisht si kjo, e zezë, dhe kam një paltuta të thjeshta fare, nuk duken tani, po sepse gjithmonë në kinema vishëm shumë lirshëm, bile s'ka rast të shkoj dhe si nëpër shtëpi. Tani po ndroj këtë, vesh të zezën dhe të bëj një gjë të vogël, një shkëlqys në gjë dhe t'ikim. Ula këtu, sepse thash të bëjmë qik muhabet. Dhe t'ju tregoj edhe disa gjona të vogla, dhurata më sakt që kam marrë, sepse si kam ble vet, po kam marrë dhurata nga motra dhe nga mami. Po si fillim, para se t'ju tregoj dhuratat, kisha qef t'ju tregoj një diçka që na ka ndodhur dje, sepse
Që kam hap këtë kanal, kam qef që përveç gjonave të mira, të bukura, të tregoj dhe gjonat dhe më pak të bukura që më ndodhin gjatë ditës dhe gjatë jetës. Sepse nëse ne tregojmë vetëm gjonat e mira dhe të bukura, nuk ka kuptim pastaj. Bjen që po rrejmë veten, po rrejmë edhe juve. Kështu që kur njeriu vendos të hapi një kanal dhe ta ketë të tregoj domethënë jetën e vet, duhet ta tregoj ashtu siç është. Dhe siç e kam treguar deri më sot, do vazhdoj të tregoj gjithmonë. Kështu që nuk e di pse ndjehemi patjetër t'ju tregoj atë që na ndodhi dje. Dje ishte e mërkur dhe u mblodhëm në grupi që dalim gjithmonë. Domethënë jemi 3 çifte që kemi secili nga një fëmijë, nga një çift. Unë kam çunin, kunati me kunatën kanë gocën dhe shokët e tonë të ngushtë kanë dhe një çun, po prapë sa mosha e Odit. Dhe dje nga që po binte shi këtu në Durrës dhe nuk dilim dot nga Volga që të bënim xhiro, të bënim shëtitje, t'i lenim dhe kalamajt e lodrat, u detyruam të shkonim tek një nga lokalet e Durrësit që kanë dhe lodra në ambient kështu të brendshëm. Dhe shkum tek një lokal tek Lulishtja, kush është nga Durrësi besoj se ka parasysh për çfarë lokali po flas. Te Lulishtja, jo te Lulishtja tek muzeumi, që janë 2 bloqe lokalesh përballë njëri tjetrit, domethënë jo te muzeumi, po tek Lulishtja përpara në hyrje të Durrësit. Dhe përballë, domethënë mbrapa ishullit, lokalit i ishullit së refugjati që ka qenë më përpara, është hap një lokal të kohët e fundit me lodra për fëmijë brenda. Me thënë drejtën, qyren e parë që kam shku, ai lokali nuk më ka pëlqyer. Tani ti jam e sinqert. Domethënë me njerëzit që unë kam qenë, e din shumë mirë këtë gjë, që e kam bisedu, sepse nuk më pëlqeu fakti që ato merrnin lek për fëmijët që losin tek lodrat. Dhe nuk marrin pak. Domethënë ta mendosh për një familje që ka një rrok 400-500.000 lekëshe ose shumë ta 1 milion lekëshe, nuk i del që të paguaj dhe lek për me los fëmija. Ju do thoni ta çojnë fëmijën me një vend që s'paguhet, po përgjithësi ne Durrësi vujmë për vend me lodra, me thënë atë që është. Dhe në raste kur bie shi, kur është kohë e keqe, kur është dimër, kur është ftohtë, jemi detyruar të shkojmë këto vendet kështu, që janë të mbyllura. Sado që unë nuk pëlqen fare këto lodra që janë të mbyllura, po s'ke çaj bën ca raste. Dhe mund të jenë një 10 ose 12 lokale që në Durrës kanë lodra tek zona brenda dhe lodrat mirëfillta, po asnjë nuk të merr kokrën e lekut përveç këtij lokalit, që është mbrapa ishullit, mbrapa ish refugjatit, të merr 1.500 lek për fëmijë dhe ta vendos aty tek fatura për shembull kur blen një kafe, një gjosha të marrësh, plus thot një fëmijë tek lodrat 1.500 lek. Dhe kjo nuk më duket shumë normale, ndoshta unë kam gabim, po me gjithë njerëzit që kam fol, nuk më pëlqen si gjë, sepse dreqja hangërt të merrni lek dhe për lodrat e fëmijëve është shumë gjë, për mendimin tim shumë gjë e gabuar dhe shumë gjë negative më duket. Më mirë ato lodrat bëj pak më të thjeshta, se jam dakord që mund keni vendos lodra i çik të mira, domethënë i thanshin sepse për 4-5 muaj janë shkatru. Me vërtet don të marrësh një far leku që të nxjerrësh lekët e lodrave që ke ble, po jo më shumë se 500 lek për fëmijë. Sepse 1.500 lek është i çik si shumë. Unë s'e kam problem të jap as 1.500 lek, as 5.500, as 10.500, nuk e kam problem, shqyr zotit, po e shoh që aty vin njerëz nga të gjitha shtresat dhe s'më duket shumë normale. Nese, ne shkum aty, ishim domethënë 6 tritur dhe 3 fëmijë. Ulëm pim sepse nuk kam qef edhe flas shumë për këto gjona, po ishte një tavolinë që kishte shku goxha, kështu që nuk është se kishte marrë thjesht një ujë dhe një kafe dhe domethënë mund të qush sikur s'kemi bërë shumë xhiro. Po ne morëm goxha aty, nuk po them se shkoi fatura, po morëm goxha dhe futëm të 3 fëmijët në kjo zona lodrave. Dhe tani shoku jon që ka këtë çunin kishte porosit pica. Në momentin që ishte nisur marrë lokali, kishte porosit dhe pica që të hante çunin sepse s'kishte hangër në shtëpi. Dhe pica është me vërtet nuk mund të jetë gjë shumë e shnetshme, po kur fëmia nuk të han dhe ngur kam që nuk don të haj,
Pica është një gjë shumë kështu që jep me të shpejt kur i thojnë dhe e dinë këtë sikur që fëmia do ta hajë, paktën mosha e fëmijëve çunit tim edhe Teosit, se Teos e ka emrin shoku vogël i çunit. Domethënë është e sigurt që picën do ta hajnë, 1-2 copë, 1-3 copë shumë do ta hajnë. Dhe ai i shkreti kishte porosit picat dhe momentin që sepse ne kishim arrit para neve unë me Lorin dhe kunati dhe kunata ime me fëmit, kishim arrit më përpara se ato, atëherë një 10 minutë më mrapa. Momentin që hyn këto miqtë ton me picat në dorë, vjen direkt kamarierja dhe ishte shpërfytyruar në fytyrë. Domethënë nuk ishte kamarierja e sjellshme që ishte në fillim, ishte shpërfytyruar komplet dhe erdhi na tha nuk lejohen ushqimet nga jashtë këtu. Domethënë, në radh parë klientit nuk i flitet ashtu. Direkt, domethënë, me atë lloj negativiteti. I thuhet, më falni, po ne nuk e lejojmë këtë gjë. Në fakt ato kishin pas një tabelë jashtë që nuk u lejonte ushqimi, por ne nuk e kishim pa. Ju betom që nuk e kishim pa tabelën, sepse po ta kishim pa, s'do e kishim bërë punë. Tani ky është lokal që ka gjona tek tuk për të hangër që mund porosisësh, ka petulla, ka dhe më duket sanduiça, nuk e di se çka ka, po unë kam marrë një herë petulla para një 3-4 muajsh aty për çunin dhe ju betohem, jo se du tash të flas keq sepse ndodhi kjo gjë, po ju betohem sinqerisht, petullat më të shpifura dhe më falni për shprehjen, po metall me vjell që kam pa aty, nuk kam pa mas një lokal tjetër, mas një restoran tjetër. Ato nuk ishin petull, ato ishin një grumbull vaji që sa do unë fshija që ta thithja pak atë vajin që ta jepja çunit, nuk kishte shanse tik të vaji, domethënë një lloj gatimi që me tarë me vjell. Dhe ne u detyruam, domethënë ai shoku jon ishte detyruar kishte marr picat me vete. Tani kur erdhi kamarierja që na tha kështu, shoqja jon një ktheu përgjigje i tha, më fal, tha, ju keni pica këtu? Jo, tha, jo, nuk kemi, po kemi petulla, kemi kështu, kemi ashtu. Petulla, tha, e para nuk e marrim për këtë gjë që unë tregova. E dyta, sanduiçin fëmia nuk e han, se është gjithë sanduiç, nuk e han dot fëmia vet. Picën e kemi shumë kollaj me avan. Dhe tha, nuk do t'i hajmë ne të mbledh, tha. Nga një copë në dorë do t'i japim fëmijëve, tha, dhe kaq. Dhe i mbyllim, domethënë do jepim nga një copë të 3 fëmijëve dhe të mbyllim. Jo, tha, nuk lejohet fare, tha, kështu ashtu, mirë, tha, shoku jon, na thirr, po ashtu, na thirr pronaj, frasa pronaj, ne sa rojmë qetë këtë muhabet. Kjo vajza shkoi i tha pronarit, se pronari më duket se shërbente në banak, shkoi i tha pronarit dhe erdhi me një urrëtie prapë te ne dhe tha, era parë dhe e fundit, tha, që merrni ushqim këtu, tha. Edhe iku. Tani mu kjo fjala, ndoshta nuk është një gjë e madhe, po mënyra se si ajo e tha dhe mënyra se si sillen me klientët, që klienti është mbreti, sado që mund të ketë bërë një gabim të vogël, se ndoshta ky është gabim për ato, se tani shumë mirë nuk i vjen, çdo lloj biznesi, çdo lloj lokali, nuk i vjen mirë që të vi dikush me ushqim. Po ne e kuptuam këtë gjë dhe i tham, na falni se as nuk kemi lexuar tabelën dhe nuk do hajm vet, nga një copë fëmijëve do t'i japim. Ato prapë u sollën shumë keq dhe sado që ne vetëm për fëmijët i donim, mu më hypën kasabujt në ato momente, sepse pashë gjeste tjera, jo të hishme të pronarve që ishin çift burrë e grua aty, nuk ishin fare si të hishme dhe u çova dhe domethënë ka majt Zoti që s'kam thënë ai fjalë më shumë se ç'duhet, sepse kush më njeh të reale e din që unë jam një çik njerëz kështu që ti them gjërat shumë troç, e majta veten dhe direkt kam menduar këtë gjë. Thash që ta postoj në TikTok, sepse TikToku im nuk e di sepse, po është shumë i famshëm, është goxha i famshëm dhe sa herë që postoj, sidomos kështu gjonash, sepse njerëzit më besojnë shumë dhe i presin shumë sugjerimet e mia, sa herë që unë postoj kështu gjonash, videot shkojnë super virale. Shkojnë me 600.000, 700.000, 800.000 shikime dhe nuk e di se sa komente e mesazhe më vinë. Sado që unë s'po e përdor më TikTokun, se ju kam thënë që nuk më pëlqen më si platformë, por që jam e sigurt që po të tregoja, po të postoja diçka për këtë lokalin, do i prisha shumë punë. Po nuk du të tregojmë aq negative sa që tregun ato, dhe nuk du ta bëj këtë punë, po pa fol për këtë gjë, sidomos në YouTube, nuk rria dot. Tani kush ta kuptoj, se besoj se shumë nga durrësit do e kuptojnë se kush lokal është,
do më kuptoj dhe besoj se diçka e vogël do i ketë ndodhur me stafin atje dhe me pronarët atje. Tani, duke qenë se mu nuk më pëlqeu kjo gjë çfarë na ndodhi dhe të gjithë ne që ishim atje ne u betum që nuk shkojmë më, nuk shkelim më tek ai lokali, pak a shumë doja t'ja u përcjell edhe ju këtë ide që un kam, të keni kujdes se ku shkoni dhe zgjidhni të kaloni një kohë të bukur me miqtë e juaj dhe me familjen dhe me fëmijët e juaj në një vend që ju respekton. Tani, un kam vetë, domethënë babi im ka vetë lokal, restorant, pizzeri, menz e të gjitha. Dhe na ka ndodhur që tek karburanti jon, sepse ku kemi karburantin kemi dhe restorantin e të gjitha, na ka ndodhur që na kanë ardhur gra, punojnëse të një rroba qepësie, na kanë ardhur për 1 vit, për 2 vjet rresht, me ushqime vete. Sado që ne kemi pizzeri edhe menz, ato, se ka njerëz sado që nuk kanë mundësi, e marrin ushqime vete, vetëm pinat e kafen edhe ikin. Dhe kur nuk e kemi thënë që pse ke marrë ushqime vete, përveç se një rast që isha unë ajo që i fola, sepse u tepru jashtë masës shumë, nuk mund të vish me vete me pjatë dhe me gjell dhe me turshi dhe me mthetash, domethënë ky ishte një rast që edhe unë i kam fol vetë atyre klientëve, po në një mënyrë shumë miqësore, një mënyrë shumë të kujdesshme dhe u morën vesh shumë mirë. Të nesërmen erdhën ato gratë, morën një byrek, një gjë me vete, nuk është se tepruan me pjata, me gjona, me mthetash dhe u morën vesh shumë mirë. Po me këtë gjë du të them që të gjitha mund ta ndodhi kjo lloj situate, po puna është si mirë me njerëzit, sepse nuk fitoni asnjë gjë. Madje jam shumë e sigurt që nuk ka për t'ju hec shumë si biznes, sepse nëse ju silleni kështu me fëmijët dhe me klientët që po ju respektojnë, po vinë, se siç ju thash, ne sa herë shkojmë, besoj se jemi klientë shumë të mirë, nuk bëhet kjo gjë. Në këtë lloj mënyre nuk mund sillet as kamarieri me klientin, as pronari, as stafi, as kushdo tjetër. Kështu që e thash këtë, doja ta thoja patjetër, po e rezervoj pak veten, nuk po i them gjonat aq keq se sa ishin dhe nuk po i prish punë ashtu siç e meritonin ato që unë t'i prish punë, po me kaq do ta lej dhe siç thash, njerëzit do e kuptojnë vetë kush jeton Durrës, kush po e kupton se për kë po flas, do e kuptojnë vetë edhe do i marrin vetë vendimet e veta. Dhe kaq për sa i përket kësaj teme që unë doja të flisja me ju, të pi pak tani që këtë Red Bullin tim se u bona prap keq. Dhe tani do ju tregoj dhuratat që më kanë ardhur. Më kanë ardhur shumë papritura, sepse nuk e prisja që mami të më bonte dhuratë para një 3 ditësh a 4 ditësh, dhe motra sot. Thash, çka ka ndodhur Maria, çka ka ndodhur që të bëjnë mu dhurata? Tani, mami më ka bler një super tenxhere. Është jashtë mase e bukur, është një nga tenxheret më të bukura që un kam pa. Nuk e di se si do duket aty, po live është perfekte, është si këto shtëpiat e kukullave. Kjo roza shumë e bukur, jo ajo roza që mu nuk më pëlqen që është e fortë, po është një rozë shumë e ëmbël që kombinohet shumë bukur me këtë shiritin si pana. Dhe shive si e ka dhe kapakun, po prap me rozë dhe me të bardhë. Dhe është shumë e bukur dhe mbrapa. Dhe më thënë është fantastike. Kjo lloj firme dhe ky lloj produkti ka marrë 5 yje, që nuk ngjitet, ka një teknologji të fjalës fundit, for everyday cooking thot. Dhe më thënë është një super firmë profesionale dhe duket dhe nga prekja dhe më ka pëlqyer shumë. Firma UCC Life, nuk e di, nuk i njoh, se me vërtet jam bo gos për shtëpi, po kaq shumë gjona për shtëpi nuk di. Edhe më ka pëlqyer shumë kur ma tregoi mami dhe më tha ta kam bler për vlogun, më ka bler për vlogun mbi gjitha. U habita thash, ç'ne për vlogun? Po më tha mami mos e nga që ke përdor gjithë kohës po të njëjtin model tenxhere, sepse unë kam bler atë setin e madh të Delimanos, që është si ngjyrë tulle, si ngjyrë kafe, dhe ato përdor se është seti i madh, nuk është se është vetëm një, edhe po nga që ato gjitha kanë të njëjtin model, të njëjtën ngjyrë, duket se u përdor po të njëjtën.
dhe mamit ja ka kapi çik syni këtë gjë, si ka pëlqy dhe mbleu këtë. Po shumë mirë aboni sepse është fantastike dhe masën e ka shumë të mirë. Për shembull, kur duhet bëj një makaron, për ne të tre është shumë mirë, kur bëj një supë për ne është shumë mirë, kështu që është perfekte fare dhe me zë përpres ta përdor, po nuk e kam përdor sepse thashë t'ja u tregoj një herë juve dhe e lash kështu veç. Tani, ju tregoj çanta që më ka marrë motra. Në fakt, njëna çantë nuk është se e ka ble për mu, po e kishte ble për veten e vet, para një 2-3 vjetësh, tek Arpisa më duket, ja është kjo. Dhe nuk e kishte përdor kur, po Arpisa që e ka, shkru ka këtu, ja. Arpisa, nuk e kishte përdor kur, madje pardje më duket hoqi etiketën. Tani, o nuk e kishte pëlqy për veten e vet, sepse ajo është tip që i don i çik më fine çantat, pavarësisht se unë kam thënë që tani që e bë mam, kështu çantat maja do duan, po akoma nuk është ftillu mirë. Edhe si duket si ka pëlqy si formë, si model dhe ja hoqi etiketën pardje, kishte thënë ta maj. Momenti që unë e pas tash, ua, motra sa e bukur që ka kjo dhe me vërtet ka një ngjyrë fantastike, ka pak kështu si shkëlqim perle, ndryshon ngjyrë, bëhet si gri, bëhet si bëqell, domethënë ka nuanca shumë të bukura dhe hapësirë ka, nuk është se ka goxha, dhe mund ta mbash dhe kështu dhe me rripin. Dhe unë sa i thash motra sa e bukur që ka ma dha direkt. Okej, tha mere ti, se nuk është se është shumë për mua, jo, thash për zotin se në fakt po më pëlqente ku po e mante, do të thënë i shkonte edhe asajt. Jo, tha se unë betonem tha që unë para 2 ditësh hoqa atë tha etiketën se nuk është se më ka pëlqy shumë. T'ishte për ta përdorur dhe përdorte që para 3 vjetësh që e kishte ble. Edhe ma dha mu. Ndërsa sot më dha dhe 2 tjera, më kishte ble 2 çanta dhe janë të dyja çanta super të bukura dhe që unë si më thënë, ajo më ka lexuar mendjen se këto 2 çanta i kam dashur këtë periudhë, sepse unë nuk kam ble shumë këto kohë të fundit për veten time rroba e mfetash, sepse duam të shkojmë në Itali ose në Gjermani, sepse në Itali do shkojmë nesër, që është e premte, nisemi nesër, do shkojmë në Alberobello, po qëllimi kryesor që të shkojmë atje është të shkojmë tek kopshti zoologjik, të shohim disa gjëra të bukura, sepse Alberobello është shumë vend i bukur, dhe më shumë po shkojmë për fëmijët. Dhe nuk e dia do kemi kohë që neve të blejmë rroba, të furnizohemi, sepse vetëm 2 ne do rrim. Dhe mendum që ku të lirohet pak Lori nga punët, nga muaj tjetër, nuk e di, të shkonim në Gjermani të furnizohemi me rroba. Dhe prandaj unë këtë periudhë nuk kam ble pothuajse asnjë gjë për veten time. Po motra nuk rrin, ja, më ka ble këtë super çantën, që nuk është shumë e madhe, është perfekte fare për përditshmëri, po jo vetëm, sepse kjo përdoret edhe për ndonjë darkë, për kur shkojmë ne event shumë me muzikë që mund ta vesh me një fustan, sepse është lëkure shumë e butë. Është dhe me këtë ripin që mund ta zjas ose ta shkurtoj sa të duan. Ka dizenjo shumë të bukura. Është e thjeshtë dhe besoj se do më shkoj dhe do më marrë shumë punë kjo. Dhe përveç kësajt, e treta është edhe kjo borbarda këtu, si me lëkurë gjarpri. Domethënë është goxha e vogël, unë s'jam tip i kaq shumë të vogla, po mu donte patjetër, sepse kur del për një darkë ose për një event që ke, nuk mund të marrësh çanta të mëdha, por shumë nuk merr dot kur bot këtë lloj çante, këtë madhësie, dhe të duhet patjetër diçka fine. Tani, unë të zezë dhe gri errët e kam në këtë formë, po të bardhë nuk isha dhe motra ma mori të bardhë. Është shumë e bukur. Ka dhe emrin e markës vet këtu. Dhe ka, do të thotë, ka që vogël sa është, ka hapësirë, të marrë të paktën telefonin, portofolin, çelësat, ndonjë buskuq. Kështu që nuk është se është e vogël fare, po është shumë copë, shumë lëkurë e mirë dhe duket që do jetë shumë komode, sepse kur unë gjithmonë kur provoj çanta,
po nuk më ngecën këtu, do me thënë që thjesht ta vendos tu dhe mos më rëshkasi, unë nuk e du çantën, se të shpifet gjikos kur rëshket. Po kjo rrin fikse si që vendos, dhe është shumë e bukur, ja. Më kam pëlqyer shumë të treja, sepse e ka marrë modelet ndryshme, ngjyrat ndryshme dhe madhësi të ndryshme. E falenderoj shumë motrën, e du shumë, pavarësisht se nuk ja them shpesh, se nuk jam tip që shprehem shumë, po nuk e di, Kesi është tip që kur do të blej një gjë, më përpara mendon për mua dhe për mamin, pastaj për veten e vet. Dhe që ka qenë e vogël, gjithmonë është mundu që të na blejnë dhuratat, na surprizoj. Është tipi surprizave, tipi këtyre gjonave. Unë nuk jam shumë, po ajo po. Dhe falenderoj shumë. Edhe mamin, jashtë mase shumë për super tenxherën, me zorë 5 ta provoj. Dhe kështu. Tani, para se ta mbyll, doja të tregoja edhe për askun që unë nxorra dje në Instagram. Dhe pyetja tek asku ishte që më jepni këshilla, sugjerime, mendime, ide, ç'a doni ju që unë të postoj tek videot e radhës në YouTube. Dhe nja 3 sugjerime, më sodhen shumë fakt, po 3 më pëlqyn shumë. Ishte pyetje dhe përgjigje unë bashkë me Lorin, por disa pyetje më erdhën direkt në mesazhe, por do doja edhe pyetje nga ju, nga YouTube-i, më çoni me koment dhe bëni pyetjet që ju doni përgjigje për ne të dy, do më thonë për mua dhe për Lorin, në lidhje me ne dy, me jetesën, me njohje, me gjitha, nuk e di. Bëni ju pyetjen dhe ne do u kthejmë shë sigurt në videon e radhës ose pas një video tjetër, shë sigurt që do ju kthejmë përgjigje. Dhe sugjerimi tjetër ishte nga Kristina Rira, besoj se e ndiqni, shumica e gocave që më ndjekin mu, mendoj se e ndjekin dhe atë, është shumë gocë e mirë, bon video shumë të bukura në YouTube, dhe më dha një sugjerim, më tha, Kamila, mendoj që të bësh një ditë një video, të tregosh se sa harxhon një çift, një familje e vogël, siç jam unë me Lorin dhe me Çunin, sa harxhon për një ditë ose për një muaj. Dhe kjo është një super ide dhe është e sigurt që edhe këtë lloj video do e bëj, por mendoj më mirë ta bëj sa do harxojmë ne për një ditë. Sepse po ta bëj për një muaj, asnjë muaj nuk është njësoj si tjetri. Do me thonë, në një muaj në mund të na dalë një udhtim i madh. Mund të na dalë një blerje me shifra e çik larta. Muajin tjetër ndoshta s'kemi blerje, s'kemi udhtim. Do me thonë, më mirë po ju tregoj sa do harxojmë në një ditë, dhe mendova ta bëj një ditë diele këtë gjë ose një ditë shtune, sepse zakonisht shtune diel ne shkojmë bëjmë pazare, harxojmë çik më shumë, se sa për gjithë muajin. Po para se ta bëj këtë video, duhet të tregoj diçka. Mos merrni shumë shembull nga unë. Unë thjesht të tregoj atë vërtetësinë time, po shembull nga unë mos merrni, sepse unë jam tip që harxoj shumë. Është një nga të këqijat që unë kam, një nga tmetat më të mëdha që unë kam, dhe di shumë mirë që e kam këtë gjë, po e kam si tip smundje. Nuk rri dot pa ble, nuk rri dot pa harxhu, jam tip që leku nuk më rrin fare në xhep, aq sa marr, aq sa kam, aq do harxoj, dhe kështu që shumë shembull mos merrni. Unë thjesht do t'rregoj atë që më ndodh me vërtet dhe ç'a harxojmë ne me vërtet. Ndërsa e treta, sugjerimi i tretë, që ishte më i lezetshmi, ishte një video ku unë i them po motrës për 24 orë. Zakonisht këto sfidat me po 24 orë ndodhin, zakonisht e bëjnë me burrin, me bashortin, ose e shumta me mamin e kështu, por me motrën, do me thënë, nuk kam pa shumë dhe e di që ju i pëlqeni shumë videot e mia me Kesin dhe patjetër do ta bëjmë dhe këtë video. Thjesht nuk keni tregu shumë të mirë me mu, sepse duhet më thoshte mu motra po për 24 orë, jo unë motrës. Po me që më boni këto dhurata, ato gjonat, do ta bëj unë, do ja them unë po për 24 orë, thjesht nuk e di se kush ditë do jetë. Po gjithsesi do ta merrni vesh si në Instagram dhe në YouTube. Tani unika, se kam 27 minuta që vetëm flas, dhe tani edhe po merrem mend, dhe u lodha, dhe kam fakt për të bërë gati çantat
për nesër në Alberobello, sepse ne e kemi menduar udhtimin kështu. Nisja do ta bëjmë me tragjet nga Durrësi në Bari, pastaj nga Bari do marrim një makinë me qira, do ikim në Alberobello, diku te 1 orë e gjysmë duket ishin larg, dhe kthimin do ta bëjmë me avion. Tani do thoni çfarë po bëni kështu, ç'është kjo të shkosh me tragjet e kthehesh me avion. Puna është se ne grupi që kemi vendosur të shkojmë na ka kap një si tip nostalgjie për tragjetin, udhëtim me tragjet. Unë nuk më mend kur kam qenë për të fundit në tragjet, mund të jetë para një 7 vjetësh, 6 vjetësh minimumi, dhe na ka marrë shumë madhe dhe doja ta kishim këtë eksperiencë me çunin, sa është i vogël. Dhe ju do bëjmë një muhabet, ju do bëjmë një dorë letra me ato, me grupin tjetër, dhe e di që do e shijojmë shumë si udhëtim. Se udhëtimi me avion, me vërtet është i shpejt, po nuk është se ka ndonjë gjë të bukur kush e di se ça. Dhe tani duke qenë se nuk e përballojmë dot të dyja rrugët, dhe me shku dhe me ardh, me tragjet, tham paktën kthimin ta bëjmë me avion nga Bari në Durrës, që shkon diku tek 40 minutë rrugë. Dhe kështu. Dhe ju thash, nëse do kemi mundësi, kohë, domethënë, për të bërë shopping, do bëjmë patjetër. Po gjithsesi ju do ta shihni tek vlogu i Alberobellos, sepse unë do bëj një vlog vetëm për këtë udhëtim. Kështu kam menduar t'i bëj vlogjet e udhëtimeve, mos t'i bashkojmë me ditë tjera, thjesht të bëj një vlog specifik për udhëtimet që ne bëjmë. Dhe kaq. Tani po çohem, të filloj pak me përgatitjen e çantave, dhe shihemi që do bëjmë një gjë gjatë ditës. Dhe do mundohem që këtë vlog ta postoj sot, sepse e kam nisë që të dielën. Sot është e enjte dhe e kam tepru pak. E di që doni vlog, se më keni shkruajt shumë dhe ju falenderoj shumë, po do mundohem shumë që këtë vlogun ta postoj sot. Ika se s'po më myll ka goja.